Presidenca e Sirisë së Lirë ka shkruar për takimin që e pati sot presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me homologun e saj sirian Ahmed al-Shara në kuadër të forumit të Antalyas që po zhvillohet në Turqi dhe ku Osmani ka marrë ftesë nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në një postim në platformën X të presidencës siriane, ata janë referuar Osmanit si presidentja e Kosovës, që ka bie vërtet në sy pasi ky shtet ende nuk e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur. Presidenti i Republikës Arabe të Sirisë Ahmad al-Shara dhe shkëlqësia e tij, ministri i punëve të jashtme Asad al-Shaibani, në takim me presidenten e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani në margjinat e forumit diplomatik në Antalya, thuhet në postimin e presidencës siriane. Osmani për takimin në fjalë ka thënë ndërkohë se populli i Kosovës dhe populli i Sirisë kanë përjetuar vuajtje të panumërta nga regjimet diktatoriale e gjenocidiale në luftën e tyre për të qenë të lirë. Ky shënon edhe takimin e parë mes tyre për të hapur kapitull të ri bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona, nënvizon presidentja e Kosovës. Kosova dhe Siria ndajnë plagë të njëjta, dhimbjen e luftës, shpërnguljen e sfidat e rindërtimit, ndaj Kosova është e gatshme ta ndajë përvojën e saj në ndërtimin e institucioneve demokratike, u shpreh Osmani për këtë takim.